Në këtë mes i kërkova zotit Cvetkov që të shikojë mundësinë edhe të përfitimit nga programet që Bashkimi Evropian bën në dispozicion të vendeve tona në këtë drejtim. Fushat e bashkëpunimit janë të shumta, por unë jam i bindur që jemi në drejtimin e duhur, në përqasjen e duhur, dhe më lejoni të falenderoj përzemërsisht ministrin Cvetkov për kohën që na dedikoi në këtë vizitë zyrtare, duke i uruar njëkohësisht dhe sukses sepse është në fillimet e mandatit të tij. Faleminderit. Ама Рити, Të falenderoj zotin на ministër поканата ще ме Panaretti покани да я посетам вашата земя, për ftesën që më drejtua për të vizituar vendin tuaj. да я продължиме соработката, која што веќе е започната. Të vazhdojmë bashkëpunimin e vendosur tashmë И сакам да кажам во оваа прилика dhe dëshiroj me këtë rast të them дека во мојот колега најдов истомисленик. se në kolegun tim gjeta një koleg me të njëjtat mendime si mua. Заедничка цел ни е Ne kemi një qëllim të përbashkët да го подигнеме нивото, економското ниво на нашите граѓани të rrisim nivelin ekonomik të qytetarëve tanë и секако заедничката цел за влез во Европската унија. dhe kuptohet qëllimi jon i përbashkët për hyrje në Bashkimin Evropian. Како што слушнавте, ние во целост се сложивме за точките кои што се заеднички. Siç dëgjuat pak më parë, neve ram plotësisht dakord për të Јас- gjitha pikat tona të Јас përbashkëta. не би сакал да ги повторувам сега, Unë tani nuk dëshiroja që ti ripërsëris, бидејќи господинот министер многу добро ги образложи sepse zoti ministri parashtroi shumë mirë и сега ни преостанува она што се договоривме и да го реализираме. tani na mbetet ajo për cilën neve biseduam ta realizojmë. Значи пред се да ги реализираме оние работи кои што ни се комшиски, Pra para së gjithash neve të realizojmë Ato ato se- punë të cilat na prekin ne si fëqinj, шумите, водите и реките, të cilat janë pyjet, Koji što- lumenjt, liçenet, кои што не зависат од влезот во Европската унија. të cilat nuk varen nga hyrja në И Bashkimin Evropian. драго ми е што министерот веднаш прифати акцијата Ден на дрвото што ние во Македонија еве уназад 10 години ја спроведуваме, веднаш ја прифати. Dhe për mua përbën kënaqësi që ministri pranoi menjëherë aksionin ton që tashmë 10 vjet e kemi ndërmarrë për mbjelljen e pemëve në Maqedoni. Може би тоа ова година ќе биде символично, имајќи го пред времето дека ние програмата не е веќе изготвена и во најскоро време ќе отпочне со реализација. Dhe mbase këtë vit ajo do të realizohet në mënyrë simbolike, ne tashmë programin e kemi përgatitur dhe mbetet ta realizojmë. Али сигурно ќе сложите со мене дека почетокот е и најтежок. Por do të them që dihet që normalisht fillimi është i vështirë. Кога ќе почне на работа, ќе се видат резултатите и добро е таа да ја продолжиме и натаму да тече. Kur të fillohet, kur të inicioj një punë, do të shikohen rezultatet dhe e mira është që kjo gjë, ky bashkëpunim të vazhdojë në të ardhmen. Значи, како што реков, нашата заедничка цел е Европската унија Siç thash, qëllimi jon i përbashkët është Bashkimi Evropian. и Европската унија издваја доста средства за преструктурирање на нашето стопанство кон европското. Dhe siç dihet, Bashkimi Evropian ndan shumë mjete financiare për ristrukturimin e ekonomisë tonë dhe përshtatjen me atë të Bashkimit Evropian. Има финансиски средства кои што можеме заеднички да ги користиме Dhe ka shumë mjete financiare të cilat neve mundet bashkarisht i përfitojmë. и во тој правец се договоривме. Dhe neve ram dakord në këtë drejtim. Еве да не должам, значи во целост се слагам за она што мојот колега го изнесе пред малку. Pra, për të mos u zgjatur më shumë, unë jam plotësisht dakord me atë çfarë tha pak më parë zoti ministër, И двајцата сме на почетокот на нашите мандати. dhe që të dy ne jemi në fillimet e mandatit tonë, И јас пред малку реков дека ќе зависи од нас доколку успееме, успехот ќе биде наш, доколку не успееме, ќе биде наш неуспехот. pra varet nga neve. Në qoftë se neve do të arrijmë të korrim sukses, suksesi do të jetë i jonë. Dhe në qoftë se neve nuk arrijmë të kemi sukses, ai mos sukses do të jetë i joni. Прв пат се сретнувам со господинот Панарити. Me zotin Panariti takohem për herë të parë. Ми остави одличен
впечаток më la një përshtypje të shkëlqyer за човек кој што она што го договара и сака да го реализира. si një person i cili për atë që negocion, bie dakord, dëshiron deri në fund ta realizoj И мислам, ветувам дека ќе има резултат од овие наши средби. dhe mendoj se do të ketë rezultate nga këto takimet tona. Благодарам. Ju falenderit. Ja. Prashanje za 20. Дали ова година се предвидува заеднички состанок на двете влади, како што тоа што се одржа со Косово. Значи, македонската влада практикува да одржува заеднички влади со соседните земји. Qeveria e Maqedonisë praktikon mbajtjen e mbledhjeve të përbashkëta me секако vendet veçinje. за таа работа треба двајцата премиери се договорат. Мислам дека ние не сме надлежни за таа работа. Kuptohet që për këtë gjë duhet vetë dy kryeministra të bien dakord, nuk jemi ne si ministra kompetent. Така да не можам да ви кажам во моментот кога ќе се одржи, а најверојатно цена мислам дека ќе се одржи. Pra për momentin unë nuk mund t'ju them se kur do të mbahet, por ka shumë gjasa që ajo do të mbahet. Ndaj të njëjtën mendim me zotin ministër. Bashkëpunimi rajonal është element thelbësor i politikës jashtme të Shqipërisë dhe natyrisht bashkëpunimi me fqinjet është parësor. Natyrisht kjo meriton të ngrihet në nivel të mbledhjeve të përbashkëta midis dy qeverive që padyshim janë në kompetencë të kryeministrave të vendeve për të vendosur për modalitetet e këtyre organizimeve. Ajo që është kryesorja është që në nivelin e bujqësisë, e bashkëpunimit të bujqësisë, ne tashmë kemi përcaktuar kush do të jenë hapat e ardhshme, të shpejta dhe ato afatmesme dhe afatgjata, të cilët kuadrohen shumë mirë edhe në kuadrin e bashkëpunimit më të gjerë ndër qeveritar. Tërkovskата размена меѓу двете земји. И дали има интерес од македонскиот бизнес да инвестира? Па ние како влада не сме задоволни од оно што е економската размена меѓу двете држави. Не си qeveri nuk jemi të kënaqur nga bashkëpunimi ekonomik që ndërmjet dy vendeve. Господин министр Панарити го оценивме. Dhe së bashku me ministrin Panariti ne vlerësuam. И секако дека двете влади треба да ги направат сите напори. Dhe kuptoj që të dyja qeverit duhet të bëjnë Да të gjitha направат përpjekjet да направат економска клима да можат нашите бизнесмени да работат успешно. të sigurojnë një klimë ekonomike në mënyrë që biznesmenët tanë të punojnë me sukses. Atëherë, vëllimi tregtar, ishkëmbimi tregtar në fushën e bujqësisë midis dy vendeve nuk është në nivelin e pritshmërive tona. Dhe për këtë arsye, ashtu siç përmendi dhe ministri Cvetkov, ne duhet punojmë në radhë parë për lehtësimin e klimës kryerjes biznesit. Njëkohësisht duhet të kemi qëndrim të njësuar edhe në respektimin e kriteret marrëveshjes fitosanitare, në mënyrë që të krijojmë hapësirat për krijimin e një tregu të përbashkët për lëvizjen e prodhimeve bujqësore. Por ajo që dëshiroj të ndaj me ju është që të dy vendet nuk ka pse shohin njëri tjetrin si konkurrencë, por si komplementar ndaj njëri tjetrit në raport me prodhimet bujqësore që ata prodhojnë, duke u mbështetur në avantazhet konkurruese dhe krahasuese. Me ministrin Cvetkov, për shembull, ne diskutuam që Shqipëria mund të shfrytëzojë fare mirë avantazhet që ajo ka në prodhimet e detit. Dhe natyrisht Maqedonia mund të shfrytëzojë fare mirë avantazhet e saj në prodhime të tjera. Dhe kjo do të bënte që vendet të shkëmbejnë me intensitet më të lartë këto prodhime, pa qenë e nevojshme të importojnë këto nga vendet të treta. Dhe ja një mënyrë e mirë për të rritur vëllimin tregtar. Ajo që është kryesorja është që unë ja kërkova zotit Cvetkov që ne duhet punojmë për një unifikim të standardeve të cilësisë të sigurisë, sepse interesat tona janë përbashkëta.
për lehtësimin e lëvizjes së mallrave dhe njëkohësisht për t'i parafruar këto standarde me Bashkimin Evropian. Dhe janë një instrument tjetër që ne kemi në dorë për lehtësimin e vëllimit tregtar. Kështu që mendoj që me këtë përqasje të re ne do të bëjmë të mundur që të rrisim ndjeshëm, po të flas në ndjeshëm, vëllimin tregtar midis dy vendeve, i cili ende nuk është në pritshmëritë tona. Okay.